Udhëto me bashkëshortën tënde. Udhëtimi më i bukur është udhëtimi me bashkëshortën tënde, ajo që la gjithçka për të ardhur në jetën tënde. Ajo udhëtoi nga familja e saj për tek ti. Andaj, bëje udhëtimin e jetës me gruan, personin që të don, të respekton dhe të ka besuar jetën bashkëshortore. Mund të kesh shumë udhëtime në jetën tënde, por kur bashkëshortja të shoqëron, ti je më i sigurt. Më i sigurt sepse ajo ka më kujdes për veshmbathjen tënde, për bukurinë tënde, për ushqimin dhe me një fjalë, ka më kanë ajo që për gjërat më të vogla që për ty nuk hin as pak në llogari, ajo do të kujdeset për ty. E tëra kjo sepse të don. Udhëto me bashkëshortën tënde në ditët e rinisë dhe pleqërisë. Udhëto me bashkëshortën tënde në ditët e gëzimit dhe hidhërimit. Udhëto me bashkëshortën tënde kur je i pasur dhe kur je i varfër, kur të dojnë e kur s'të dojnë të tjerët. Udhëto me bashkëshortën tënde edhe kur të tjerët xhelozojnë, edhe kur të tjerët ju kritikojnë. Udhëto me bashkëshortën sepse të gjithë udhëtarët e tjerë një ditë do të braktisin, kur ti nuk mund të ecësh, kurse bashkëshortja yte jo asnjëherë. Kur do të sëmurësh e të kap pleqëria, udhëtari i jetës do të kujdeset për ty, do të braktisë çdo gjë veç teje. E kjo është bashkëshortja jote. Udhëtimet me bashkëshortën le të jenë të shumta, jo ato që numërohen.